Si u ndjeve kur pej që në listën e Tiranës, në listën e mbyllur, ishte futur një tironsi vjetër si Flamur Noka? Flamur Noka nuk është tironsi vjetër, po tironën e njeh se ka qenë sekretar organizativ i partisë. Nuk e kam garën me asnjë nga kolegët tu në parti. Secili ka vendin e vet, secili bën punën e tij, garën e kemi me kundërshtarin. Sigurisht që nuk e fshej që e meritoja që t'isha në listën e mbyllur. Ja, për t'u mërzita dhe unë që megjithëse nuk kisha shumë qef dhe e kam shprehur publikisht, më duk që tu ishte bërë një padrejtësi në fakt. Edhe për herë të parë the një fjalë të mirë dhe për mua. Bëra zemrën ngurdhe thash. A mendon që primaret ishin një show i panevojshëm apo ishin për të treguar se sa peshë ka secili në parti? Për mua ishin një moment i mirë sepse pash që kisha mbështetje. Por si instrument për partinë, mendoj që ose duhet ta bëjmë komplet ndryshe, ta bëjmë një vit përpara, njerëzit fillojnë të punojnë, të fillojnë të angazhohen, edhe ta përdorim. Pra nëse i bëjmë t'i përdorim. Po kjo është e shkuar tashmë sepse ne kemi betejën përpara dhe 3 javë na kanë mbetur me kundërshtarin. A të dhembi dhe ty lënja jashtë liste Floriana Garës? Ashtu si për Flamurin, edhe për Florianën, Partinë Demokratike ka vend për gjithë. Pastaj, dikush është në listë hapur, dikush është në listë mbyllur, me thënë të drejtën isha për veten në listë hapur dhe në atë moment e kisha shqetësimin tim. Përse të binde nërmend të Floriana? Jo se nuk më binde nërmend Floriana, po isha e fokusuar më shumë tek pjesa e Tiranës dhe tek pozicionimi im.